Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dëgjues dhe shikues tanë të emisionit ton Kandili i Ditorisë. Mirë se vini edhe në emisionin ton të radhës, ku sonte si çdo javë pra kemi hoxhën e nderuar doktor Bashkim Aliun dhe sonte kemi temën pra urtësitë dhe mesazhet e Kurbanit. Duke pas parasysh se tashmë jemi dhe në prag të fesës Kurban Bayramit. Tema e hoxhës tonë të nderuar është pikërisht do të lidhur me këtë temë dhe besoj që sonte do të në fund të emisionit do të dalim me disa dituri pak më të thella dhe më të rëndësishme për çështjet e Kurbanit, pra si duhet veprojmë gjatë Kurbanit dhe se normal që mbasi që kjo ndodh vetëm një herë në vetë, ka mundësi që dikush të ketë harruar rregulloret dhe format e veprimit. Për atë, për na ndriçuar edhe më shumë edhe më në thellësi lidhur me këtë temë, sonte kemi hoqën pra doktor Bashkim Aliun. Asalamu alaikum, i nderuar dhe mirë se erdha. Wa alaikumus salam për ju dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, dhe ju përshëndes juve në studio dhe gjithë ata të cilët pra janë me ne së bashku nga largësia në këtë ligjërat. Uroj që të keni pasur një ditë të mirë sot, edhe normal pasi që gjendemi në prag të Kurban Bayramit, pra jeni do të paq të zënë, do të edhe me para përgatitjen, me përgatitjen e ligjëratave, edhe kështu do të aktivitetet të ndryshme që keni me xhamatin tuaj të në Zvicër. Por pavarësisht asaj, prap ndani kohë edhe për shikuesit tanë më të gjerë nëpërmjet rrjeteve sociale, që t'ju ofroni dhe atyne dhe t'ju mundsoni dhe të një njohuri pak më të thella lidhur me këtë temë pra të Kurban Bayramit, të sakrificës dhe të shpërndarjes së ndjesisë mes besimtarëve, ku gjatë kësaj kohe dora e besimtarit zgjatet tek ai i nevojshmi dhe me këtë në një farë mënyrë apo tjetër, pra sikur solidarizohemi me ata që nuk kanë, qofshin prej atyre që i njohim apo prej atyre që nuk i njohim, bamirësia tek ne pothuajse nuk ka njoftësi. Atëherë o gjendëruar jo dha fjalën që do të filloni me ligjëratën tuaj. Vazhdoni pra, Allahu ju shpërblet. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta tekojnë të Madhit Allah xhallashanu. Përshëndetje të paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Pra edhe një herë selamu aleikum për të gjithë. Paqja Allahu qoftë mbi ju. Ashtu siç përmendat edhe ju, pra jemi në prag të festës së Kurbanit. Fest kjo e cila është një rëndësie të madhe për muslimanët, pasi është në një muaj të shenjtë, pra në muajin Dhulhixhe, në ditën e 10 të muajit Dhulhixhe, në fakt pra është dita e parë e festës së Kurbanit. Por para kësaj është po ashtu ditën e 9 është dita e Arafatit, që njihet te ne edhe me emrin dita e Arifes. Kështu që për rikujtim, kush ka mundësi që në këtë ditë të agjeroj, do të bënte një vepër shumë të mirë, për shkak se i dërguari Allahut paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ka thënë se kush agjeron ditën e Arafatit, ka për qëllim ata të cilët nuk janë në haxh, shpresoj që Allahu xhaleshanu t'ia fal pra mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Normalisht dietarët kanë shpjeguar se janë për qëllim mëkatet e vogla, se për ndryshe për mëkatet e mëdha duhet të kërkohet pendim, duhet të bëhet taube, duhet të kërkohet falje te Allahu xhaleshanu. Për atë, edhe një herë pra, edhe pse nuk është agjerimi ditës së Arafatit obligim, gjithsesi
është një moment shumë i rëndësishëm që të përfitojnë nga mirësitë e Allahu xhaleshanuhu në këtë ditë, pra në ditën e Arafatit, në ditën e 9 të muajit Dhulhixha, të këtij muaji të shenjtë. Po ashtu është me rëndësi të përmendet se prej ditës së Arafatit, pra ditës së 9 të Dhulhixhës, me namazin e sabahut, e deri në ditën e 4 në iqindi, pas namazeve farze thuhen edhe tekbiret, të cilat njihen si tekbiri tashrik. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Këto tekbire thuhen pas çdo namazi farz, pasi të jepet selam, qoftë se falesh në shtëpi, qoftë se falesh në xhami, pra qoftë se je udhtar ose jo, qoftë për meshkuj, qoftë për femra, këto tekbire thuhen. Për atë edhe këtë pra duhet t'u rikujtojmë pra vëllezërve dhe motrave tona që inshallah ta kenë parasysh. Ndërka që përsa i përket pra ditës së 10, që është dita e parë e festës së Kurbanit, normalisht se kjo fest e ka marrë këtë emër për atë se një nga adhurimet më të theksuara që kryhet në këtë ditë është pra therja e kurbanëve. Dhe për këtë edhe quhet Idul Adha, festa e kurbanit. Kemi parasysh se në këtë kohë kryhet edhe haxhi, por haxhi ka një periudhë pak më të gjatë, sepse ditën e 9 është dita e Arafatit, ndërka që prej përpara njerëzit shkojnë në haxh, disa e bëjnë edhe umrën, pastaj e bëjnë edhe haxhin. Pra po, pasi koha e haxhit, apo në fakt në haxhi merr më tepër kohë, ndërka që kurbani pra fillon prej ditës së 10, për atë edhe ka marrë emrin kjo fest, pra festa e kurbanit, për shkak se një nga adhurimet më të theksuara është therja e kurbanëve, bile edhe në haxhit pra therin kurban. Kështu që haxhit, gjithsesi haxhi pra bashkë me kurbanin janë dy veprime të cilat janë më të theksuara në këtë muaj, e kemi fjalën pra në muajin e shenjtë të Dhulhixhës. Kur jemi te kurbani si adhurim më i theksuar në këtë muaj, më duhet do të thotë këtu të ndalemi dhe të sqarojmë faktikisht se çka është kurbani dhe cilat janë urtësitë dhe kuptimi i kurbanit. Çfarë mund të nxjerrim ne në fakt nga kurbani, çfarë mësimesh dhe mesazhesh mund të marrim nga kurbani. Kur jemi te kurbani, së pari të përmendim se fjala kurban në gjuhën arabe ka për qëllimin afrim. Do me thonë, rrjedh prej foljes karube që do të thotë të afrohesh, pra përmes këtij adhurimi, përmes aktit të kurbanit, qëllimi është afrimi te Allahu xhaleshanuhu. Nuk është për qëllim se Allahu ka nevojë për mish apo gjak, por qëllimi është që ne me këtë akt të afrohemi te Allahu xhaleshanuhu. Edhe kafsha e cila theret për këtë qëllim quhet edhe kurban. Pra therja e kafshës si akt me të cilin afrohemi tek Allahu xhaleshanuhu. Kur jemi te urtësitë dhe mesazhet e themi se kemi të bëjmë me elementet vijuese. Nëse shkurtimisht apo do t'i rumbullaksonim me pak fjalë si përcaktojmë në fakt si paraqesim kurbanin, si mund ta shpjegojmë, themi se është e para dorëzim për ultësi ndaj Allahu xhaleshanuhu, e dyta falënderim ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe e treta solidarizim me njerëzit. Do të thotë këto tre përkufizime pra vlejnë për urtësitë dhe mesazhet e kurbanit. Çka do të thotë nënshtrim për ultësi dhe dorëzim ndaj Allahu xhaleshanuhu. Besimtari i cili therr kurban e zbaton në fakt atë
praktik që më parë apo para ti më e theksuar ka qenë në kohën e Ibrahimit a.s. Do të thot, Ibrahimi a.s. me urdhin e Allahu xhaleshanuhu u dash të çoj kurban. Por në fillim të urdhrit, kjo urdhri ishte pra për sprov, për të vënë në sprov Ibrahimi a.s. Në fillim të urdhrit, pra, ai u dash që kurban ta bën birin e vet në bazë të urdhrit që e mori në ëndër. Qëllimi nuk ishte që biri i tij të bëhet kurban. Qëllimi ishte pra të sprovohet se në çfarë niveli të zbatimit të urdhrit është Ibrahimi a.s. dhe djali i tij dhe familja e tij në përgjithësi. Por atë Ibrahimi a.s. u nënshtrua, ju dorëzua Allahu xhaleshanu, po ashtu edhe djali i tij Ismaili a.s. Edhe ai ju nënshtrua, ju dorëzua Allahu xhaleshanu dhe kështu që ata pra me këtë treguan se janë të nënshtruar ndaj Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Pastaj, pra, kur jemi te Ibrahimi a.s. në fakt dhe djali i tij Ismaili a.s. ne më pas që kemi ardhur pra në fakt e zbatojmë apo e çojmë në vend këtë praktik, këtë sunet të atyre, praktik kjo që e ka bërë edhe i dërguari i fundit i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që përmes kësaj në fakt ne e çojmë në vend edhe këtë praktik që ka qenë vepër e pejgamberëve edhe të mëparshëm. Ibrahimi a.s. dhe djalit të tij Ismailit a.s. Dhe kështu që edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e zbatoi këtë praktik kurbanin dhe ne si pasues të tij vazhdojmë. E gjithë kjo na çon në elementin e nënshtrimit ndaj Allahu xhaleshanuhu. Do të thot pra e para që mesazhi i parë që marrim ne nga ky akt, nga kurbani është pra nënshtrimi ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe zbatimi i urdhrit të tij, ashtu siç e bëri kët Ibrahimi a.s. dhe djali i tij Ismaili a.s. Përndryshe, kurbani si nocion ka qenë edhe më parë i njohur. Kemi rastin e kurbanit edhe te Ademi a.s. Dy djemt e Ademit a.s. kur u vun përpara në sprov apo në provim që të tregohet se cili është në të drejtë, u dasht pra u kërkua prej atyre që të bëjnë kurban. Dhe Habili e bëri kurban kafshën, ndërkaq Kabili bëri kurban pra prej të produkteve të tokës, sepse ishte bujk, dhe thuhet se i gjeti për kurban apo i çoi për sakrifis me një fjalë ato produkte që ishin jo të mira, në fakt që ishin jo të preferuara me një fjalë. Prej atëherë e kemi pra elementin e kurbanit. Më pas të gjithë popujt, gjatë historisë, paraqitet institucioni i kurbanit pra si ritual. Dhe në të gjitha besimet që edhe njerëzit që i kanë shpikur më pas, e kemi elementin e sakrificës, elementin e kurbanit. Normalisht, duke dalluar edhe në formë, edhe në përmbajtje nga kurbani në islam. Faktikisht kur themi nënshtrim ndaj Allahu xhaleshanuhu te popujt e mëparshëm, veçanërisht ata të cilët kanë pasur besime politeiste, tek ata sakrifica ka qenë në adresë të gabuar dhe ka treguar lojalitet ndaj zotrave që ata i kanë shpikur me mendjen e vet. Kështu që për shembull dhe ka qenë në fakt shqetësuese dhe tragjike për njerëzit. Për shembull, e kemi rastin tek egjiptasit e vjetër. Te egjiptasit e vjetër, çështja e sakrificës ka qenë e njohur, por si ka qenë e njohur? Ka qenë e njohur me atë se ata i kanë zgjedhur vajzat më të bukura, vajzat e reja më të bukura dhe i kanë quar
kurban sakrificë për lumin Nil, me pretekst se lumi Nil që të vazhdoj rrjedha e tij ka kërkuar kurbana. Shikoni pra ku ka qenë bindja e tyre e gabuar. Dhe i kanë therrur këto vajza dhe i kanë ngjojtur në lumin Nil. Pra i kanë quar kurban të lumit Nil. Dhe këtë e kanë konsideruar afrim te Zoti sipas tyre që lumi Nil apo Zoti i lumit Nil mos hidhrohet dhe të vazhdoj të rrjedh lumi Nil. Pra ka pasur pasoja tragjike për njerëzit. Ndërkaq në Islam, fakt kurbani është në nështrim ndaj Allahu Gjelleshanuhu, sepse ne e çojmë në vend një urdhër që Allahu Gjelleshanuhu e ka dhënë në Kur'an, dhe ky urdhër normalisht se nuk është në mënyrë imperative për të gjithë njerëzit. Në fakt, pra, edhe për ata që kanë mundësi, edhe për ata që nuk kanë mundësi, bile dietarët kanë polemizuar në mesveti se çka është statusi juridik i kurbanit, në fakt, pra, tretmani juridik i kurbanit. A është i obligueshëm apo nuk është i obligueshëm? Pjesa më e madhe dietarëve mbajnë qëndrimin se është sunet i muekke dhe sunet i fortë, ndërkaq hanefitët e kanë një shkallë më lartë, thonë se është i shkallës vajxhib. Pra kurbani është vajxhib tek hanefitët, por jo vajxhib në kuptimin e obligimit që është te medhebet tjera, por vajxhib sipas terminologjisë hanefite, dhe sipas terminologjisë hanefite vajxhibi është ndër farzin dhe mbi sunetin. Pra në këtë nivel është vajxhibi. Sido që të jetë, pra, përmes therrjes së kurbanit, besimtari pra e tregon nënshtrimin, përulësinë, dorëzimin e tij ndaj Allahu Gjelleshanu, për shkak se këtë gjë pra Allahu Gjelleshanu e thot në Kur'an, fasalli li rabbike wanhar, për hir të Zotit tënd ti falu dhe therr kurban, i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe normalisht kjo vlen edhe për ne. Për atë pra, kur ne therim kurban, ne tregojmë gatishmërinë tonë për t'ju nënshtruar Allahu Gjelleshanu në këtë urdhër. Dhe tregojmë se jemi ata të cilët i zbatojnë urdhrat e Allahu Gjelleshanu. Do të thot pra, e bëjmë këtë pastër, e bëjmë këtë pra nga vetdia jon, e bëjmë këtë nga dashuria jon ndaj Allahu Gjelleshanu dhe dëshira jon që t'i përgjigjemi Allahu Gjelleshanu në atë që ai e kërkon prej nesh. Për atë themi se e para te kurbani është pra përulësia në nështrimin ndaj Allahu Gjelleshanu. Kjo do të thotë se kurbani nuk bëhet se Allahu ka nevojë për kurban, por bëhet për atë se na ka vënë neve në sprov, edhe neve me këtë gjë. A do ta zbatojmë apo nuk e zbatojmë atë që kërkohet prej nesh. Njëjtë pra si në rastin e Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. Për ndryshe pra, kur flitet për kurbanin, nuk duhet të mendohet dhe nuk duhet të shihet se Zoti ka nevojë për kurbanin. Jo, Zoti është krijuesi, ai nuk ka nevojë për kurbanin, por ne përmes aktit të kurbanit e tregojmë nënshtrimin ton ndaj tij dhe tregojmë se ne e zbatojmë atë që Allahu Gjelleshanu e lip prej nesh. E dyta, falënderim. Pra, për kufizimi ditë që përmenëm në fillim është falënderim të rasti kurbanit. Përmes kurbanit, besimtari shpreh edhe falënderim ndaj Allahu Gjelleshanu për të mirat që ja ka dhënë. Kjo do të thotë se neve Allahu Gjelleshanu na ka dhënë shumë të mira, shumë begati, shumë nimete. Dhe ne çdo ditë pra që e jetojmë, në fakt e jetojmë fal Allahu Gjelleshanu, fal mirësive të Allahu Gjelleshanu dhe me mirësitë e tij. Nëse nuk ishin mirësitë të Allahu Gjelleshanu, ne nuk mund të jetonim. Ajri që e thithim, uji që e pim, ushqimi që e marrim, çdo gjë tjetër, jeta jon pra vet, është mirësi e Allahu Gjelleshanu e Gjelle Gjelalu. Për këtë ne kur therim kurban, me një mënyrë shprehim edhe falënderim
ndaj Allahu Gjelleshanu për këto të mira që ai neve na ka dhënë. Falenderimin ne e shprehim edhe gojarisht, pra kur themi tazam, çdo herë kur ne konsumojmë ushqim apo pim diçka, në fund themi elhamdulillah, qoftë lavdruar Allahu, falendruar qoftë Allahu. Këtë e bëjmë pra. Por ky falenderim bëhet edhe me vepra, si do të thotë pikërisht duke thërë kurban, duke dhënë sadaka, duke dhënë edhe zeqatin, ne e shprehim edhe falendrimin me vepra për të mirat që Allahu Gjelleshanuhu na i ka dhënë. Për atë pra edhe kurbani duhet të kuptohet si shenjë e mirënjohjes e falendrimit ndaj Allahu Gjelleshanuhu për të mirat që na i ka dhënë, sepse kur shohim ne veçanërisht në këtë kohë, ndoshta në kohët e më parshme, kur njerëzit nuk kanë pasur mundësi teknologjike që të ndjekin se çka ndodh në pjesë tjera të botës, ndoshta edhe nuk kanë pasur një do të thotë një vizion apo nuk kanë pasur një koncept se si është jeta në kontinentet tjera. Por sot kur e kemi këtë teknologji, ne pra edhe e shohim se si jetohet në vendet e tjera. Kjo do të thotë se duke e parë, me të vërtet se në vizet të ndryshme të botës edhe jeta është e rëndë. Ne shprehim mirënjohje dhe falënderim duke thërur kurban për ato të mira që Allahu Gjelleshanuhu na i ka dhënë. Po në fakt, çdo njeri pra, derisa jeton edhe i ka këto të mira të Allahu Gjelleshanuhu, ai duhet të jetë mirënjohës ndaj tij. Pa marrë parasysh nëse ai ka bollok apo nëse pra në kuptim të mirësive është pra i ka më të reduktuara. Megjithatë, ai i shfrytëzon dhe për atë që Allahu Gjelleshanu ja ka dhënë njeriu të mira, mundësit ja ka dhënë, pa çka se nëse gjithë njerëzit nuk i shfrytëzojnë në mënyrë të njëjtë. Por nga ana Allahu Gjelleshanu pra janë të dhënura këto të mira, atëherë ai duhet të shpreh falënderim. Pikërisht edhe përmes kurbanit. Për atë pra, kurbani duhet të kuptohet edhe si falënderim i njeriut ndaj Allahu Gjelleshanuhu për mirësitë që ja ka dhënë. Elementi i tretë është solidarizim. Do të thotë, me këtë, pra me përkufizimin e solidarizimit të mesazhet e kurbanit, themi se kurbani e ka edhe aspektin social. Do të krahas asaj se ka aspektin, e ka kuptimin e adhurimit, se është adhurim pra. Kur ne thërim kurban, ne kryejm një adhurim. Ne e çojmë në vend një kërkesë të Allahu Gjelleshanu, e çojmë në vend një ritual, një adhurim, një ibadet. Por, ky ibadet faktikisht ka edhe aspektin e vet social. Që do të thotë, ne kur therim kurban, nuk therim kurban në fakt ne vet për të ngopur, për të mbushur frigoriferat tanë pra me mish, por këtë e bëjmë që të ndihmojmë njerëzve të tjerë, që të ndihmojmë atyre të cilët nuk kanë mundësi. Për atë edhe është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mishi i kurbanit të ndahet në 3 pjesë. Një pjesë personi edhe vetë të mban për vete, një pjesë të ndan të afërve, farefisit e kështu me radhë, dhe pjesën tjetër të ndan pra njerëzve të varfër. Tash, nëse me të vërtet në një vend pra nuk ka nevojë shumë që të mbash për vete ose edhe për të afërmit, sepse të gjithë therin kurban, normalisht do ta çosh në vetë, është mirë të çosh në vend të suneti që edhe ti diçka për vete të marrish, por pjesën më të madhe është mirë të ndash njerëzve nevojtar. Përmes kësaj pra, ndarjes së kurbanit për njerëzit nevojtar në veçanti, po ashtu edhe për farefisin, e shohim aspektin social të kurbanit. Do të thotë se kurbani pra nuk është thjesht ti të therish diçka, por qëllimi është që përmes kurbanit ti ndihmosh dikuj, ti ndihmosh atij i cili nuk ka mundësi. Kështu që në shtëpitë e njerëzve të nevojshëm, pra me rastin e Kurban Bajramit futet po ashtu gëzimi, sepse ai ndoshta gjatë vitit nuk ka mundësi të blej mish.
dhe bën një jetë normal, me skamje, ka produkte të reduktuara pra përdor. Dihet se njeriu kur ka skamje, mishi veçanërisht tazam edhe në këtë kohë tash, duhet të kesh jo pak para faktikisht për shkak se edhe janë shtrëntuar gjërat. Kështu që kur ti si besimtar therr kurban dhe i dërgon kurban pra atij i cili nuk ka mundësi apo është më i dobët ekonomikisht, në fakt ti e fut gëzimin tek ai, tek familja e tij, tek fëmijët e tij e kështu me radhë, sepse u ndihmon që edhe ata ta shijojnë pra në këtë mënyrë. Po ashtu ka edhe elementin tjetër ekonomik. Çka do të thotë kjo? Nxitet dhe mbështetet edhe ekonomia, veçanërisht blegtoria, sepse blehen kurbana prej atyre që i kultivojnë kafshët. Do të thotë ata të cilët i kultivojnë kafshët kanë arsye ta bëjnë këtë, sepse e dinë se do të vijë koha e Kurban Bajramit dhe theren kurbana. Nëse nuk theren kurbana, ata do të mendojnë se atë të vazhdojnë me atë veprimtari apo ta lanë, siç e lanë shumë njerëz sot edhe ikin në perëndim. Shikoni pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ka njerëz që faktikisht jetojnë prej blegtorisë. Normalisht ai nuk shet vetëm në kohën e Kurban Bajramit, ajo është e qartë. Por është e vërtetë se Kurban Bajrami është një shtytje e madhe edhe për blegtorin, sepse ata të cilët kultivojnë pra kafshë për kurban, kanë edhe plasman kur vjen veçanërisht koha e Kurban Bajramit. Në këtë mënyrë pra nxitet faktikisht apo stimulohet edhe blegtoria që njerëzit të merren me të. Pse? Sepse kanë ku ta shesin. Nëse asnjëri nuk therr kurban, faktikisht ata do të shesin, normalisht se njerëzit përdorin kafshët edhe për ushqim, pra miqit, por megjithatë do të kenë edhe mangësi dhe nuk është larg mendjes që edhe talonat veprimtari nëse nuk kanë levërdi të shumë, edhe të ikin të largohen. Pra edhe nga ky aspekt kurbani është i rëndësishëm pse e ndihmon do të thotë edhe ekonominë e vendit, veçanërisht blegtorët që ata të kultivojnë kafshë, të punojnë në këtë drejtim dhe mos ta lënë shkret vendin, pra mos ta lënë pas dore këtë veprimtari e të ikin diku në perëndim. Pra kurbani ka edhe aspektin social dhe përmes saj ne tregojmë solidaritetin ton me vëllezërit tan, me njerëzit nevojtar, u japim atyre. Bile, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej mishit të kurbanit mund të jepet edhe jo muslimanëve, veçanërisht nëse i ke fëmijë, si që është rasti për shembull këtu në Europë tash, ata të cilët kanë mundësi të therrin, se jo çdo kund mund të therret këtu kurban. Mendoj, mund të therret, por ka shumë rregulla, edhe nuk është lehtë faktikisht. Por atje ku ka mundësi edhe këtu, do të thotë mund që prej mishit të kurbanit tu jepet edhe atyre të cilët nuk janë muslimanë, se kjo ka qenë praktike dhe në kohën e të dërguarit të Allahut, pra kjo është dhënë edhe fëmijëve të tij edhe pse kanë qenë jo muslimanë, që tregon se kurbani faktikisht ka një shtrirje të gjerë në kuptim të aspektit social dhe të ndihmës dhe solidaritetit me njerëzit në nevojë. Këto ishin 3 pika kyçe, në fakt 3 mesazhe të rëndësishme që i kuptojmë nga kurbani apo që mund t'i nxjerrim nga kurbani, edhe pse për kurbanin për të folur realisht ka edhe shumë të flitet, normalisht sepse është një adhurim i rëndësishëm dhe muslimanët gjatë gjithë kohës, pra muslimanët në 4 anët e botës, në këtë kohë pra therin kurbana dhe si adhurim është e rrugës apo është e rëndësishme që ne të kuptojmë nga mesazhet e tij, nga udhësitë e tij dhe ta kuptojmë edhe thelbin se çka është kurbani. Është adhurim i cili ka edhe impakt social dhe bëhet për të mirën e njeriut apo ka ndonjë karakter tjetër, për shkak se dikush mos mendoj se kurbanin e therim se Zoti ka nevojë, siç e përmendëm. Jo, ne kemi nevojë dhe njeriu përmes kësaj e tregon për kushtimin e vet ndaj fesë dhe ndaj urdhave të Allahu xhaleshanu. Unë me kaq do të kisha përfunduar, duke lënë tash hapësirën për disa minuta sa i kemi disponim, pra për pyetje nëse keni.
Mirë, atëherë po shkojmë direkt me pyetjet. Atëherë shkojmë dot me pyetjen e radhës, çfarë përfaqëson pra kurbanin në Islam dhe cili është mesazhi kryesor që përcjell tek besimtari? Do të thotë, mesazhi kryesor që përcjell tek besimtari është nënshtrimi ndaj Allahu xhaleshanuhu. Zbatimi i çuarja në vend e fjalës së tij. Kërkesa për kurban nuk është kërkesë nga dikush tjetër, nga njeriu. Është pra mesazh që na ka ardhur nga Allahu xhaleshanuhu dhe që e ka zbatuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po para tij edhe pejgamberët e mëparshëm, në veçantë Ibrahimi dhe Ismaili. Paqja e Zotit qoftë mbi të dy ata dhe mbi gjithë pejgamberët e Zotit. Mesazhi kryesor pra është nënshtrimi ndaj Allahu xhaleshanuhu, shpreja falëndërimit po ashtu, si dhe po ashtu edhe solidariteti që tregon se besimtari çdo herë duhet të jetë siçel dhe duhet të mundohet maksimalisht pra që të jetë solidar me vëllezërit e vet. Shkojmë me pyetjen e radhës për këtë kohë që nuk kemi edhe shumë do të kohë për të marrëm se shpejt edhe disa pyetje. Thot, pse Allahu e lidhi adhurimin e kurbanit me historinë e Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. Për shkak se ata ishin familje dhe Ibrahimi a.s. konsiderohet babai pejgamberëve dhe familja e tyre, pra gjali, babai edhe nëna, në fakt na çojnë neve të mendojmë se është shumë me rëndësi për ne si besimtar të kuptojmë rolin e familjes në kuptim të edukimit fetar. Familja ka një rol të rëndësishëm dhe përmes kurbanit u tregua se nënshtrimi i plot ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe edukimi fetar duhet të realizohet në familje. Për atë Ibrahimi a.s. dhe gjali i tij, po ashtu edhe gruaja e tij, pra janë simbol i përkushtimit familjar në rrugën e Allahu xhaleshanu dhe edukimit familjar. Dhe shoqëritë e shëndoshë janë ato shoqëri që kanë familje të shëndoshë. Derisa familja është e shëndosh, edhe shoqëria është e shëndosh. Pra Ibrahimi a.s. është babai i pejgamberëve, i babai Ismailit dhe Isakut. Prej atyre mandej kanë ardhur edhe pejgamberë të tjerë, prej Ismailit a.s. e ka prejardhjen edhe i dërguar i fundit i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shkojmë pra atëherë me pyetjen e radhës të cilat janë urtësitë më të mëdha që muslimani duhet t'i kuptojë nga ibadeti i kurbanit. Nga ibadeti i kurbanit pra duhet të kuptohet gatishmëria jon për të sakrifikuar. Dhe sakrifica nisën prej më të ultës deri te më e madhja. Ndonjëherë duhet të sakrifikohet pasuri, ndonjëherë duhet të sakrifikohet kohë, ndonjëherë duhet të sakrifikohet mund për të mirën, por si për shembull, kur është në pjekje mbrojtja e adheut, mbrojtja e vendit, si ne shqiptarët këtë e kemi provuar, pra atëherë njeriu për idealet e veta, për mbrojtjen e vendit, të adheut, të popullit të vet, të drejtave të veta, pra edhe e sakrifikon edhe veten e vet. Do thot urtësia më e madhe e kësaj është që ta kuptojmë se duhet të jemi të gatshëm të sakrifikojmë. Normalisht jo në çdo kohë kërkohet sakrificë e njëjtë. Pra disa herë sakrifica bëhet me kohë. Koha duhet të sakrifikosh kohën tënde. Disa herë bëhet me mund, disa herë bëhet me mjete materiale kështu me radhë. Pra ka forma të ndryshme. Në përgjithësi duhet të jemi të gatshëm që të sakrifikojmë për t'i arritur qëllimet. Shkojmë pra me pyetjen e radhës do qendror, si e forcon kurbani lidhjen e besimtarit me Allahun? Kurbani e forcon lidhjen e besimtarit me Allahun xhaleshanuhu përmes dy formave kryesore, dhe pse ka forma të shumta, por dy janë kryesore. E para se ne e zbatojmë urdhrin e Allahu xhaleshanuhu, që ja drejton pejgamberit al-Islam, fasalli li rabbika wanhar, për hir të Zotit tënd falu dhe therr kurban. Do thot adhurimi, përmes adhurimit të kurbanit, ibadetit, ne e forcojmë lidhjen tonë me Allahun xhaleshanuhu.
e konsolidojmë lidhjen tonë me Allahu xhaleshanu. E tregojmë për kushtimin tonë që të jemi në rrugë të Allahu xhaleshanu. Pra përmes kësaj, përmes zbatimit të kësaj praktike, apo përmes praktikimit të asaj që Allahu xhaleshanu ne ka kërkuar. Dhe e dyta është pra përmes solidaritetit me njerëzit, me skamnorët në veçanti. Duke u ndihmuar atyre, ne në fakt e forcojmë lidhjen tonë me Allahun xhaleshanu, bëhemi më bujar, bëhemi më dorëdhan dhe nuk i dorëzohemi kooperacisë edhe interesit material. Tregojmë se ne jemi të gatshëm pra që mos ta lëm materia të na mund të na dominon neve, po ne e kemi në dorë paran. Dhe atë që japim për hir të Allahut dhe për të ndihmuar njerëzve nuk e konsiderojmë humbje, por e konsiderojmë faktikisht pra fitore në një mënyrë dhe shtim të pasurisë dhe afrim të Allahu xhaleshanu. Okej, bro, shkojmë hoq me pyetjen e radhës, thotë në çfarë mënyre kurbani na edukon me sinqeritet dhe devotshmëri. Duke therë kurban për hir të Allahut, se shiko, therja kurbanit kryhet, po qëllimin e tij vetëm Allahu. Na të kuptim se dikush mund të ta therë kashën, mos ta ketë për qëllim kurbanin, po ta ketë për qëllim ushqimin. Dikush mund ta therë vetëm të tregoj se ja ta lavdërojnë kështu me radhë. Por atë, kur ti e bën këtë për hir të Allahu xhaleshanu, kjo pra tregon se me të vërtet je njeri i devotshëm. Pse? Se brendim tënde nuk e di askush tjetër veç Allahu xhaleshanu. Në këtë mënyrë pra kurbani neve na mëson të jemi të devotshëm në çdo gjë. Sepse te gjërat që qëllimin e asaj vepre e di vetëm Allahu xhaleshanu, kjo është dëshmi pra se ne diçka e bëjmë për hir të atij. Dhe duhet të jemi të sinqert në këtë drejtim dhe duhet të gjitha veprat t'i bëjmë për hir të Allahut e jo për t'u treguar apo për ndonjë qëllim tjetër të kësaj bote. Po problem, të shkojmë dhe me pyetjen e radhës, të Allahu thotë se tek ai nuk arrin as mishi e as gjaku i kurbanit, por devotshmëria. Si duhet ta kuptojmë këtë ajet në praktikë? Po, këtë duhet ta kuptojmë se mos mendojmë ne se te Allahu e ka bërë këtë se ka ai nevojë për gjak edhe për mish. Jo, te Allahu nuk shon as gjaku dhe as mishi, sa ai nuk ka nevojë. Por çka? Allahu e vlerëson devotshmërinë tonë. Do të thotë te Allahu çka mbrin qëllimi ynë, devotshmëria jonë, përkushtimi ynë, kjo vlerësohet te Allahu. Nuk është te Allahu, nuk ka nevojë Allahu xhaleshanu për as për mish, as për gjak, për kur gjë. Bile, që do të thotë, edhe e vogël me qenë një kafsh, qëllimi nëse e ke pas të mirë, në të kuptim dele të zëm, jo e vogël në të kuptim jashtë rregullave të kurbanit. Jo, për qëllimi është dele, nuk e therr një lop, po e therr një dele. Te Allahu xhaleshanu nuk ka rëndësi se ajo është më e vogël se lopa, edhe ajo është e vlefshme për kurban. Mbrin qëllimi yt. Mbrin devotshmëria jote pra. Allahu e vlerëson qëllimin, sinqeritetin dhe atë pse ne niyetin ton e vlerëson. Kjo është me rëndësi. Te Allahu nuk ka nevojë as për gjak, as për mish. Çfarë do të jo, realisht pyetja është çfarë na mëson ka dishmëria e Ibrahimit alayhis salam për ta sakrifikuar djalin e tij? Na mëson besimin e vërtet dhe mbështetjen në Allahun xhaleshanu. Kur njeriu është i bindur, kur njeriu ka besim të fortë, çdo gjë që i vjen prej Allahut ai nuk e konteston. Derisa ka ardhur prej Allahut, ajo është e drejtë edhe e zbaton. Se Allahu nuk urdhron diçka të keqe, në fakt diçka jo të drejtë, diçka që nuk është e kapshme. Por atë Ibrahimi alayhis salam përmes kësaj tregoi se kur vjen diçka prej Allahut, kur e ka thënë diçka Allahu, si besimtar që i beson asaj, nuk duhet ta kontestosh dhe të pjesësh, por vetëm duhet ta zbatosh. A kemi kohë edhe për dy pyetje më marr? Po besoj se shkurt inshallah kemi kohë. Po. Okay. Si mund ta shfrytëzojnë prindërit këtë festë për t'i mësuar fëmijët mbi bindjen ndaj Allahut dhe solidaritetin? Po, këtë festë prindërit duhet ta shfrytëzojnë që t'ua shpjegojnë fëmijëve të vetë se çka është kurbani,
të therin edhe vet ata kurban dhe t'u tregojnë se fëmijëve edhe fëmijët e vet i kanë futur në niyetin e kurbanit të tyre. Do të thotë që të tregoj se unë theri një kurban, po edhe juve, edhe për ju e kanë banë jetë që fëmiu ta pjesë, pastaj të interesohet dhe në këtë formë ai ta ndjeje çështjen e kurbanit. Po ashtu është mirë që do të thotë gjatë kësaj kohe edhe në xhami të shkohet, edhe ligjëratat tek hoxhallarët tonë të nderuar të prezantohet, ta ndjejnë edhe fëmijët pra atë se është koha e kurbanit, veçanërisht përmes tekbireve që lexohen pas namazeve fars në xhami, edhe pse në xhami normalisht se besimtari kërkohet të shkojë në çdo namaz, në të kuptim namazin ta fal dhe preferohet me xhamat, por në këtë kohë në veçantë ti merr edhe fëmijët, pastaj ta fal namazin e Bajramit dhe po ashtu edhe në familje të shkon ditën e Bajramit të viziton familjarët, farefisin me rastin e festës, në këtë mënyrë ta sheh, do thot edhe fëmia ta sheh se qenë ka fest, edhe se kështu duhet të shënohet festa tek muslimanët. Cilat vlera morale kultivohen përmes ibadetit të kurbanit? Kultivohet durimi, sinqeriteti, gatishmëria për të sakrifikuar, maturia, përkushtimi ndaj Allahu xhalleshanuhu dhe bujaria po ashtu. Për shkak se kurban therr me të vërtet ai që është bujar, që është dordhën, që është fisnik. Nuk therr kurban ai i cili është dorë shtërnguar dhe i cili e shef vetëm interesin e vet. Krejt këto vlera që i përmendëm apo këto veti janë pra prezente tek personi i cili e therr kurbanin, e lutim Allahun xhaleshanu që ta pranoj kurbanin për gjithë atyre të cilët kanë therr kurban dhe ta bëjmë me të vërtet festën e kurbanit pra një festë të solidaritetit dhe të afrimit në mes të besimtarëve. Atëherë, Allah shpërblet të ndëruar me kaq po e përfundojmë emisionin ma shumë për shkak të kohës tonë që e ketë të limituar. Do t'ju shpërbleft dhe pra këtu shikues të nderuar, po përfundojmë emisionin tonë me hoxhën nderuar Bashkim Aliun, i cili ligjërojnë lidhur me urtësitë dhe mesazhet e kurbanit. Deri në javën e ardhshme, ju uroj një javë të mirë, të këndshme dhe shfrytëzoj rastin njëkohësisht që t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman festën e Kurban Bajramit, por gjithashtu t'i kujtojmë edhe ata haxhinjt që janë në Mekë tash, po përgatiten për një shtyllë për ta përformuar shtyllën e pestë të Islamit që është haxhi, duke shpresuar që Allahu t'u pranoj gjitha lutjet dhe sakrificat që ata po bëjnë atje, por gjithashtu edhe juve që po na ndiqni nëpërmjet ekraneve tuaja, qofshin ato televizive, po ashtu edhe ato nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju uroj një javë si është një javë të këndshme, por gjithashtu edhe shfrytëzoj rastin që uroj juve festën e Kurban Bajramit, duke shpresuar që Allahu do të mbjellë në kësaj feste, të mbjellë dashuri dhe respekt dhe solidaritet mes juve dhe gjithë njerëzimin, pra gjithë muslimanët në mbar botës. Deri në emisionin e radhës për në javën tjetër, ju uroj pra një javë të mirë të këndshme, duke përshëndetur me selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhe ju lëm në mëshirën e të Madhit Zot deri atëherë. Mirupafshim natën.